Deklarata e bërë së fundmi nga Selin brenda shtëpisë Big Brother VIP 5, ku etiketoi mirëditorët dhe Dibranët si njerëz të pabes, ka vazhduar të prodhojë reagime të ashpra në hapësirën publike. Pas modeles Adrola Dushi, radhën për të përgjigjur këtij etiketimi e ka pasur reperi i njohur Xhibani, i cili ka shkuar edhe më tej duke hedhur akuza të drejtpërdrejta ndaj vetë produksionit të formatit. Në një reagim të gjatë në rrjetet sociale, Xhibani u shpreh i bindur se fjalët e banores nuk janë thjesht një mendim i saj izoluar, por një skenario ushqyer nga stafi drejtues si formë hakmarrjeje personale. Për të sqaruar qëndrimin e tij, reperi tha: "Kam marrë shumë mesazhe për këtë deklaratën e banores së Big Brother VIP, që ka ofenduar mirëditorët dhe Dibranët si të pabes. Nuk jam marrë personalisht me të, se e kuptoj shumë qartë që është dora e produksionit që i ka ngel hatri me ndonjë Dibran mirëditor dhe e godet përmes Selinës. Përtej akuzave ndaj produksionit, ai ka dalë në mbrojtje të fortë historisë dhe vlerave të këtyre trevave. Përmes një krahasimi therrës, Xhibani vuri përballë moralin historik të grave të Dibrës dhe Mirditës me akuzat që rëndojnë mbi Selinën për sjelljen e saj me mirin. Por Selinës dhe gjithë Selinave të shqiptarisë ju kujtoj që mos të ishte Dibra dhe Mirdita, Shqipëria nuk do ishte kjo që është sot. Gjergj Kastriot Skënderbeu thonë që ka qenë Dibran, kështu që nëse vjen puna për besë dhe tradita dhe për zakone dhe moral, gocat Dibrane dhe mirditore janë hedhë prej humnerës, mos me i rënë në dorë pushtuesit, jo me ju fut në ditës të parë, në ditës të dytë burrave të martuar në krevat." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.